Disa truke të tjera kemi për shembull nëse rrisim mallsinë e tabelës dhe dua që këtu të shënoj çfarë do ndodhte nëse dua që këtë emrin këtu, po themi dua ta kopjoj në të gjitha qelizat, këto i kemi bosh. Dua që emrin Alban ta kopjoj në gjithë qelizat, por mos rri domethënë të harxoj kohë duke bërë CTRL-C, CTRL-V ose copy paste, por mjafton të klikoj këtu dhe ul deri tek ajo qelizë që dua të kopjoj. Ose në rastin tjetër, nëse dua, po themi që kjo hapësira të shkojë dhe të fshi të gjitha këto të tabelës, mjafton të shkoj këtu dhe kur bëhet ky plus, e klikoj 2 herë dhe ajo e çon automatikisht deri në fund të tabelës. Nëse unë përshthemi këtë emrin këtu e kam me një format ose me një vizim pak më të trashë se emrat e tjerë. Dhe ja edhe një herë, supozojmë se këto i kemi me emrat e siç i kishim të mëparshëm, dua që të kopjoj formatin që ka kjo qelizë. Pra dua që këtë vizimi ta kenë gjithë të tjerët. Nëse nuk do përdornja këtë truk, atëherë duhet shkruaja këtë të gjitha, ti klikoja një nga një. Por mjafton të klikoj këtu 2 herë dhe shohim që në fillim ajo merr emrin dhe kopjon dhe emrin dhe formatin. Por këtu na jepet një opsion i vogël. Duke klikuar këtu unë i bëj pra që t'i plotësoj qelizat e tjera vetëm sipas formatit. Pra emrat i lë ashtu siç ishin. Nëse dua t'i kopjoj të dyja, pra të kopjoj gjithë qelizën siç është, e bëj copy cells edhe e marr ashtu siç ishte. Supozojmë se do kemi një rast ku më duhet që këtu në fund unë të shënoj, po themi të bëj në një qelizë së bashku, emrin e menaxherit, qytetin dhe produktin. Ose supozojmë këtu në vend të qytetit mund të kisha mbiemrin ose mund të kisha numrin e identitetit e me radhë dhe dua t'i vendos të gjitha në një qelizë. Atëherë çfarë bëj? Duke klikuar te kjo, tek qeliza e parë plotësoj atë që dua ta bëj, atë që dua të bëj me qëllim që ta kuptoj Exceli. Emri. Tani kur shkoj tek qeliza e dytë, shënoj Anita dhe në moment që shënoj Anita direkt, Exceli kupton që unë jam duke shënuar emrin dhe më sugjeron, a është kjo po themi ky veprimi që do të bësh që të shënosh në një qelizë emër në këtë rast qyteti dhe produkti, dhe unë e shoh që edhe të tjerat i ka në një farë mënyrë i ka plotësuar dhe mjafton t'i jap enter dhe ajo i merr automatikisht. Pra nuk është e domosdoshme që ti shënoj të gjitha një nga një. Tjetër, nëse dua të vendos ose të bëj ato që quhen drop down, që do thotë nëse shkoj këtu tek menaxheri, atëherë të më dalin opsionet që duhet t'i plotësoj. Supozojmë se nuk i kam të shënuara këto. Bëj një listë këtu me emrat. I klikoj këto dhe shkoj tek data. Pastaj data validation, jap data validation, këtu do ta heqë nivelin dhe do ta bëj list. Dhe jap OK. Pastaj mbasi kam dhënë OK, do klikoj këtë këtu për të gjetur për të marrë pra se cili është source, pra ku do ta marr këtë listë me emra. E klikoj këtu dhe jap OK. Dhe këto automatikisht janë bër drop down. Atëherë supozojmë se këtu nuk kam asnjë qelizë, do t'i plotësoj një nga një. Klikoj këtu, përsëri data validation, list. E jap source. Moment që jap source tu, atëherë kur klikoj kjo e ka marrë me 0, që do thotë kur ti bëj source, nuk do të klikoj këto qelizat këtu, por çfarë do të bëj? Do të shkoj këtu dhe ti bëj source këtyre dy qelizave, pra sepse shpesh herë ngatrohet që kur bëjmë data validation, shkojmë përsëri tek qeliza që ne kemi shënuar më përpara, që do thotë do bëjmë këtu data validation tek source dhe do klikojmë këto këtu. Pra heqim ato të mëparshmet dhe klikojmë këto 4 emra dhe japim OK. Tani po ta shikoni këtu del me drop down, dalin emra që unë do të plotësoj. Për ta bërë drop downin tek të gjitha qelizat, mjafton ta klikoj 2 herë dhe më dolën këto emrat. Pastaj unë mund t'i ndryshoj, shkoj tek e dyta, zgjedh një emër tjetër. Të njëjtën gjë siç bëra me këto mund të bëj edhe me produktet e me tjerë. Pra mjafton që këto produkte pastaj unë mund t'i bëj hide këtu dhe nuk ka asnjë problem ose mund t'i çoj diku tjetër. Pra e rëndësishme është që drop downi këtu, pastaj gjitha këto emra do funksionojnë si drop down. Të njëjtën gjë pra mund ta bëj me numrat, me ngjyrat e të tjerë. Atëherë, një po themi truk tjetër i rëndësishëm është edhe ajo që ne pra të vendosim checkboxet. Checkboxet janë tek ky shriti këtu që është developer, por shumica mund mos ta kenë pra të instaluar si fillim, kështu që mjafton të shkojmë këtu, klikojmë me të djathtën customize
Dhe kur të dalë, me shumë mundësi do ta keni të pa çekuar developer, thjesht do ta çekoni dhe t'i jepni OK. Pastaj këtu nëse dua të vendos, po themi checkboxin këtu djathtas. Checkboxin na shërben për shkakun, supozoj mund dua që këtu të kemi një checkbox ku të shënoj të gjitha këto, po themi kjo si detyrë është përfunduar. Atëherë shkoj këtu, do të klikoj tek insert dhe ky është një checkbox. Mjafton të klikoj një qelizë të vogël këtu. Dhe ky është checkboxi. Për shembull, në vend të check, unë këtu mund të shënoj, supozoj përfunduar. Ose done në anglisht, si ta doni ju. Përfunduar. Pra është përfunduar si detyrë. Dhe kur e klikoj do thotë që këtë detyrën këtu e kam përfunduar. Për ta bërë checkboxin për gjithë të tjerat, mjafton ta klikoj 2 herë këtu në fund ose ta ul me mouse-in dhe e merr automatikisht, dhe ato që nuk janë përfunduar, po themi si detyrë, klikoj këtu tek checkboxi dhe ato hiqen. Këto janë disa nga, po themi, element ose truke të rëndësishme të cilat mund t'i përdorni gjatë punës së përditshme.